82-shin. Në 82-shin ju doli shkolla për inxhinjera? Për inxhinjera. Dhe punoisha nga 6 e mëngjesit deri në 1 të drekës në konsumin e gjerë, dhe nga ora 3 deri në 10 isha në fakultet pasaj në mësim. Ndërkohë ju poritesh, ishe një vajzë si poritesh, ishe e vështirë në atë kohë të krijoje familje, duke qenë? Ishte. Që shumë e vështirë, sepse për t'u lidh me dikë të njëjtit klas, do të thotë të dënojshe fëmijët e palindur akoma. Për t'u lidh me dikë tjetër jashtë kësaj klase, ishte shumë e vështirë sepse nuk ishte diçka që mund ta fshije biografinë. Dhe fakti është që në lidhjen bashkëshortore lidhjen martesore që pata, që ajo lidhje që përfundoi në një faliment mas 8 vjetësh, dhe që gjyshja ime thonte, gjyshja nga Leskoviku thonte, të keqen nëna, këto janë krushqi lufte, përdorte këtë shprehje, këto janë krushqi lufte. Pra në kohën e luftës njerëzit bëjnë shumë gjona që nuk do t'i bëjshin në kohën normale, edhe lidhje që nuk do të krijoheshin. Megjithatë pata djalin tim në dhuratën më të bukur të kësaj martese dhe shkoi si shkoi, si për shumë, edhe gra të tjera nuk jam një përjashtim. Por u ndat edhe e morët fëmijën, kjo e patët të mosi. Po. Fëmija mu la mu në kujdesin tim, dhe një vit mas ndarjes jam largu pra nga Shqipnia, në 94. Kam bërë ndarjen dhe... Megjithatë vitet e universitetit janë vite dhe në ato që mund quhen jo të lumtura, se lumturia është pak utopi, qaste shumë të vogla janë të lumtura në jetë, por isha në një klas, ishim shumë pak veta, dhe ishim në një klas ku pak a shumë kishim të njëjtën preardhje. Pra mund të flisnim me njëri tjetrin, me disa shokë e shoqe ku mund flisnim shumë haptës. Edhe ku kishim besim, dhe ku kishim besim. Plus që ishin dhe vite që flitej pak më kollaj, apo jo, asnjëherë nuk është fol kollaj? Jo, mendoj që ishin me siguri mas vdekjes diktatorit, qenë vite ku shpresa filloi të çelë. Se më përpara si ishte shpresa për ju? Si vinte? Në qa iluzioni? Si ishte shpresa? Shpresa është pak e vështirë. Jo, e di pse të pyes, her pas here mendoj këtë gjë, që për ju që i përkisnit familjeve me problemet e kohës diktaturës dhe atyre që vinin nga familje që nuk e dinin, kishin probleme të njerëzve normal, në kuptimin e kishin probleme të tjera, po jo probleme politike, ata e përballuan më kollaj, sepse u ndodhen nga një situatë në Shqipëri socialiste, komuniste, në një Shqipëri asgjikundi, se cili filloi të bënte një punë. Po ata nuk kishin iluzione të paktën për atë që po vinte. Ndërsa ju kishit iluzione dhe ka qenë më e rëndë për ju. Mendoj unë, nuk e di. Që me marë frym, do me thonë tamam, me arrit me marë frym të lirë, me fol të lirë, me votu të lirë, po kryesisht me arrit me qenë një individ, mos me qenë më një turm, një mas, një bakti, një të përdhunuar nga ana figurative, të shtëmbruar, një njeri shpërfytyruar, pra me arrit me u rikriju si njeri, sepse e rinjoh që edhe gjenerata ime ka qenë një gjenerat, siç e mendoj unë, e përçudnuar, jo njerëz të plot, për një arsye ose për një tjetër. Vjen në 90-ta ndryshimi i madh i sistemeve, bie busti, ku ishte kur busti? Isha në shesh. Isha në shesh? Bashkë me tim shoq në atë kohë. Nuk mund të ishim në një vend tjetër se sa aty. Çfarë ndjeve kur busti? Bëhet mishi pupra, thonë tiranësit. Kja, akoma emocionin e asaj dite? Po, një
për mu që një gëzim për me pa më në fund një popull të mbledhur bashk, pavarësisht nga gjyrimet politike apo ardhja, të mbledhur bashk për të rrëzuar një statuj të një individi që e quaj përgjegjës të një shkatërrimi të Shqipërisë dhe një hullje të Shqipërisë dhe të identitetit kombëtar të njeriut të butë në rrugën e Zotit, njeriut paqët, hudhjen në honet e ferrit. Unë kështu e kam, kjo ka qenë, domethënë, menimi për Po ndërkohë, nuk besedoisha me mamën në atë kohë, mama ishte skeptike për lëvizjen e mund të flasë Partisë Demokratike të asaj kohe, por nuni im djespast, Vladimir Heba, thonte, bisedonte me mu, më kanë e shumë afër në ato kohë, dhe thonte që nuk mund të ngrehet klasa jonë, sepse nes në ndjek askush pas, të gjithë kanë frikë, janë kaq të tmerruar dhe kaq jemi pikturuar si përbindësha dhe si armiq, sa që shumica e shqiptarëve me të vërtet na konsiderojnë të tillë. Përveç shqiptarëve të klasës tonë që i kanë provu në kurris, ose ish komunistëve që i kanë provu pastaj në kurris kur kanë ra nga opozita, se çfarë do të thotë diktatura. Dhe ne nuk do na ndiqte njeri, do të kishin frikë. Kështu që më mirë që po ngrehen këto njerëz. Këto njerëz kush? Si i quhen këta njerëz? Për Sali Berishën. Le të flasim si figurë kryesore. Mama thonte një sekretar partie nuk mund të bëhet nga sot nesër demokrat. Mund të ketë qëllime të mira, mund të ketë një dëshirë dhe një ndërgjegjësim që kjo është një diktaturë dhe duhet bjerë, sepse ra në gjithë Europën, nuk mund të mos bjerë dhe këtu. Por vjen keq, po një demokrat nuk mund të jetë. Pra kishte diskutime në shtëpi, në familje,